Një shpërbërse shtëpiake e re dhe nëna e saj zbulojnë sekretet e errëta të një familjeje të fuqishme kur gjejnë trashëgimtarin në një situatë të pambrojtur. Midis besnikërive të ndara dhe padrejtësive të së kaluarës, ato do të duhet të zgjedhin midis heshtjes së sigurt dhe guximit për të bërë atë që është e drejtë. Një histori shpëtimi që do të ndryshojë përgjithmonë fatin e të gjithë të përfshirëve. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Dielli linte përtac mbi kodrat e thata të brendësisë së vendit, duke lyer me të ardhë rrugët me pluhur që përshkonin peizazhin e thartë të rrethinave të Elbasanit. Era rregulloi shamin që mbronin flokët e saj gështenjë nga pluhuri i mëngjesit ndërsa ecte krah lules nënës së saj në përshtigjet që I ninin përmendësh. Në moshën 17 vjeçare, Era kishte mësuar tashmë se bota ishte e ndarë midis atyre që shërbejnë dhe atyre që shërbehen, por ndryshe nga nëna e saj, ajo kur nuk e kishte pranuar këtë realitet si të pandryshueshëm. Lulja ecte në heshtje, siç bënte gjithmonë në mëngjeset që paraprinin një tjetër ditë pune në vilën e familjes Kastrati. 42 vitet e saj dukeshin si 60, të rënduara nga pesha e poshtërimeve të heshtura dhe hidhërimeve të gëlltitura. Punonte si punëtore shtëpie në pronën e madhe prej 15 vitesh, që kur Era ishte vetëm një fëmijë 2 vjeç. Nevoja e mbante atje, të lidhur pas një pune që I garantonte mbijetesën, por që I kishte kushtuar edhe dinjitetin. Vila e Kastratëve lartësohej madhështore në maj të Kodrës, me kolonat e saj të bardha që kontrastonin me qiellin blu pare. Ishte një ndërtesë që fliste për pushtet dhe traditë, një kështjell privilegjesh që dominonte të gjithë rajonin. Atje brenda, Agim Kastrati drejtonte një perandori biznesi që shtrihej në disa qytete, duke kontrolluar që nga fermat e deri te industritë e vogla. Bijtë e tij, Besniku dhe Dritani, ishin rritur duke e ditur se do të trashëgonin jo vetëm pasurinë, por edhe përgjegjësinë për të mbajtur trashëgimin familjare. Era I kishte vëzhguar gjithmonë pronarët me një përzierje kurreshtjeje dhe kritike. Besniku, djali I madh, ishte 28 vjeç dhe konsiderohej trashëgimtari natyral I bizneseve. I diplomuar për administrim biznesi në Tiranë, ai ishte kthyer para 2 vitesh për të marrë gradualisht përgjegjësitë e kompanisë. Ndryshe nga vëllai I vogël, Dritani, Besniku tregonte një seriozitet që ndonjëherë ngatërohej me arrogancën, por që Era e vërente se ishte më komplekse se sa dukej. Dritan Kastrati, nga ana tjetër, ishte 3 vjet më I ri se Besniku dhe kishte një personalitet krejtësisht ndryshe. Sharm natyral, lehtësi për të bërë miq dhe një ambicie që nuk njihte kufi. Ndërsa Besniku I kushtoi aspekteve teknike dhe operacionale të kompanisë, Dritani preferonte marrëdhëniet me publikun dhe bizneset më të rrezikshme. Familja e kishte parë gjithmonë këtë ndarje temperamenti si një plotësim të përsosur për bizneset, por Era vërente në rreshta një tension që rritej çdo ditë. Puna në vil fillonte gjithmonë në orën 6 të mëngjesit. Lulja kujdesej për pastrimin e dhomave kryesore dhe organizimin e rrobave, ndërsa Era kishte marrë së fundmi përgjegjësitë e kuzhinës dhe lavanderisë. Ishte një punë e rëndë, por që I lejonte vajzës të vëzhgonte nga afër dinamikën familjare të Kastratëve. Gjatë drekave të biznesit, ajo shërbente në tryez dhe dëgjonte biseda për kontrata, investime dhe vendime që preknin qindra punonjës. Ishte magjepsëse dhe shqetësuese në të njëjtën kohë të kuptoje se si jetë të tëra vareshin nga vendimet e marra midis një gllënjke verë dhe një tjetre. Lulja mbante një heshtje pothuajse fetare gjatë punës. Kishte mësuar, përmes një përvoje të dhimbshme, se shërbëtorët që bënin pyetje ose tregonin kurreshtje të tepërt, shpejt e gjenin veten pa punë. 5 vjet më parë, ajo ishte akuzuar padrejtësisht për vjedhjen e një bizhuterie të zonjës Kastrati. Edhe pse akuza nuk u vërtetua kurrë dhe bizhuteritë u shfaqen më vonë në një vend tjetër, poshtërimi publik që Lulja pësoi para punonjësve të tjerë dhe vetë djemve të pronarëve kishte lënë plagë të thella në vetvlerësimin e saj. Era e njihte të gjithë këtë histori sepse kishte qenë dëshmitare e një pjese të saj kur ishte fëmijë. Kujtonte turbull ditën kur nëna e saj kishte mbërritur në shtëpi duke qarë, duke folur për akuza dhe poshtërime. Më vonë, kur u rrit dhe I kuptoi më mirë detajet, ai episod u bë për të një simbol I gjithçkaje që ishte gabim në marrëdhënien midis pronarëve dhe punëtorëve. Ishte pikërisht nga kjo përvojë që Era kishte zhvilluar refuzimin e saj për të pranuar pasivisht padrejtësitë që dëshmonte çdo ditë. Gjatë muajve të fundit, Era kishte vërejtur një ndryshim delikat, por domethënës, në dinamikën midis vëllezërve Kastrati.
Besniku duke i më i tensionuar, shpesh i përfshirë në telefonata të përshpëritura dhe mbledhje që zgjateshin deri në orët e vona. Dritani, nga ana tjetër, tregonte një besim në rritje, duke marrë përgjegjësi që tradicionalisht i takonin vëllait të madh. Kishte diçka në ajër, një tension elektrik që era nuk mund ta përcaktonte, por që e ndjente intensivisht sa herë që dy vëllezërit ishin në të njëjtin mjedis. Kompania familjare po kalonte një periudhë zgjerimi të rëndësishëm. Kontrata të reja me qeverinë ishin nënshkruar, duke përfshirë ndërtimin e infrastrukturës në disa qytete të brendshme. Ishte një biznes miliona eurosh që mund t'i shndërronte kastratët në një nga familjet më me ndikim në të gjithë vendin. Megjithatë, bashkë me mundësitë, erdhen edhe presionet, pritshmëritë dhe, siç duket, konfliktet e brendshme për drejtimin që duhet të merrnin bizneset. Era e vëzhgonte të gjithë këtë me sytë e mbredh të dikujt që kishte mësuar të lexonte midis rreshtave. Pozicioni i saj si shërbëtore i jepte një avantazh të veçantë. Ajo ishte pothuajse e padukshme për pronarët, të cilët shpesh diskutonin çështje të rëndësishme sikur ajo të mos ishte e pranishme. Ishte si të ishe një fantazmë me vesh, një dëshmitare e heshtur e bisedave që zbulonin shumë më tepër se sa kastratët do ta imagjinonin se një thjesht shërbëtore mund të kuptonte. Lulja, nga ana e saj, preferonte të qëndronte jashtë çdo gjëje që nuk lidhej drejt për drejt me punën e saj. Kishte mësuar se dia e tepërt mund të ishte e rrezikshme për ata që zinin pozicionin e saj shoqëror. Përvoja e kaluar i kishte mësuar se shërbëtoret kurreshtare shpejt bëheshin shërbëtore të papuna, dhe ajo nuk mund t'ia lejonte vetes ta humbiste atë punë. Era përfaqësonte familjen e saj të vetme, dhe Lulja kishte sakrifikuar ëndrat dhe ambicjet e veta për të garantuar që vajza të kishte të paktën mundësinë për një të ardhme më të mirë. Tensioni në shtëpi gjithashtu ishte rritur kohët e fundit. Era i bënte presion vazhdimisht nënës që të kërkonin mundësi të tjera pune, duke argumentuar se ato meritonin më shumë se sa një jetë të dedikuar të shërbenin njerëzve që i trajtonin sikur të ishin të padukshme. Lulja u rezistonte këtyre bisedave, jo vetëm nga frika e së panjohurës, por edhe sepse kishte zhvilluar një lloj besnikërie të dhimbshme ndaj kastratëve. Edhe pas gjithë poshtërimeve, një pjesë e saj ende besonte se duhet të ishte mirënjohëse për mundësinë e punës që i ishte dhënë. Megjithatë, era i shihte gjërat në mënyrë krejtësisht ndryshe. Për të, mirënjohja nuk duhet të nënkuptonte pranimin pasiv të padrejtësisë. Vëzhgonte se si nëna e saj ishte plakur para kohe, se si ëndrat e saj ishin varrosur në shtresat e dorëheqjes dhe frikës. I kishte premtuar vetes se fati i saj do të ishte ndryshe, se do të gjente një mënyrë për të thyer ciklin e shërbimit që duke i destinuar të përsëritej brez pas brezi. Ishte një e premte e fundit të vjeshtës kur gjithçka filloi të ndryshonte. Kastratët kishin udhëtuar drejt Tiranës për të marrë pjesë në një seri mbledhjesh lidhur me kontratat e reja qeveritare. Vila ishte bosh, që do të thoshte se Lulja dhe Era mund të punonin me më shumë qetësi, pa presionin konstant të vëzhgimit dhe vlerësimit. Këto periudha të mungesës së pronarëve ishin të rralla dhe të çmuara, momente kur nënë e bij mund të bisedonin lirisht ndërsa kryenin detyrat e tyre. Era shfrytëzoi mundësinë për të shprehur përsëri shqetësimet e saj për të ardhmen. Foli për ëndrat e saj për të rifilluar studimet, për të marrë mbase një bursë për të ndjekur fakultetin në kryeqytet. Lulja dëgjonte me një përzierje krenarie dhe shqetësimi, duke e ditur se ëndrat e vajzës ishin legjitime, por duke u frikësuar se realiteti ishte më i ashpër se sa Era e imagjinonte. Ishte gjatë një prej këtyre bisedave që ato vendosën ta përfundonin punën më herët dhe të kujdeseshin për disa punë në shtëpinë e tyre, një ndërtesë e vogël dhe thjesht e vendosur në fshatin që ndodhej në periferi të pronës së kastratëve. Rruga e kthimit kalonte nëpër një shteg që priste pjesën e pasme të pronës, një rrugë e shkurtër që ato e kishin përdorur me dhjetëra herë gjatë viteve. Mbasditja po mbaronte ngadalë, duke lyer qiellin me nuanca portokalli dhe roz, kur diçka e pazakon tërhoqi vëmendjen e Erës. Në një pemë të madhe që ofronte hije bujare, ndodhej një figurë njerëzore e shtrirë në një mënyrë të çuditshme, sikur të ishte rrëzuar apo shembur aty. Fillimisht menduan se mund të ishte ndonjë punëtor rurale duke u çlodhur pas një dite të vështirë, por ndërsa u afruan, vunë re se diçka ishte padyshim gabim. Burri ishte pa ndjenja, rrobat e tij ishin të grisura dhe të ndotura, dhe kishte shenja të qarta se ai kishte kaluar nëpër një përvojë traumatike. Era ishte e para që e njohu dhe tronditja ishte e madhe. Ishte besnik kastrati, trashëgimtari i familjes, në një gjendje krejtësisht të pambrojtur dhe të dëshpëruar. Lulja mbeti e paralizuar për disa sekonda, duke mos arritur ta procesonte plotësisht skenën që po zhvillohej para syve të saj.
Vendimi i Lules ishte i qartë dhe i menjëhershëm, ta linin besnikun aty dhe të vazhdonin rrugën e tyre. Sytë e saj mbanin dekada pa kënaqësie dhe frike, kujtime të dhimbshme të poshtërimeve që nuk u shëruan kurrë plotësisht. Për të, ai burr përfaqësonte gjithçka që ishte e gabuar në jetën e saj, personifikimin e një sistemi që e kishte shtypur pa mëshirë. Nuk kishte asnjë arsye për të rrezikuar sigurinë e saj dhe të vajzës së saj për dikë që kurrë nuk kishte treguar asnjë konsiderat për njerëzit si ato. Era, të ikim që këtu tani, përshpëriti Lulja, duke tërhequr krahun e vajzës me forcë. Ky burr nuk është problemi ynë. Kurrë nuk ka qenë dhe kurrë nuk do të jetë. Nëse dikush e merr vesh që ishim këtu, do të shpikin se i bëm diçka. Ti e di si funksionojnë këta njerëz. Gjithmonë gjejnë një mënyrë për të fajsuar njerëzit si ne. Por Era nuk mund të lëvizte. E shikonte besnikun me një shprehje konflikti të brendshëm intensiv, e ndarë midis besnikërisë ndaj nënës dhe një dëmshurie që dukej se buronte nga ndonjë vend i thellë i shpirtit të saj. Kishte diçka thellësisht shqetësuese të shihej dik aq të fuqishëm të katandisur në një gjendje të tillë pa mbrojtjeje. Besniku, që gjithmonë ishte dukur i paprekshëm në pozicionin e tij të privilegjuar, tani dërgjej i pafuqishëm në një pemë, duke varur shpresat e mirësia e dy personave që ai mbase as nuk i njihte si qenie njerëzore të denja për konsiderat. Nën, shikoja atë, tha Era, me zërin e mbushur me emocion. Nuk ka rëndësi kush është apo çfarë ka bërë. Në këtë moment, ai është vetëm një qenie njerëzore që ka nevojë për ndihmë. Nëse nuk bëjmë asgjë, ai mund të qëndrojë këtu gjithë natën. Mund t'i ndodhë diçka e tmerrshme. Lulja tundi kokën me forcë, sytë e saj shkëlqenin nga lotët e zhgënjimit dhe frikës. Ti nuk kupton, Era. Ti e re, ende beson se bota mund të jetë e drejtë. Unë tashmë kam mësuar se njerëzit si ne nuk mund t'ia lejojnë vetes këtë lloj luksi. Nëse e ndihmojmë dhe diçka shkon keq, do të thonë se ishim ne që e shkaktuam problemin. Do të na akuzojnë, siç kanë bërë më parë. Kujtimi i akuzës për vjedhje qëndronte midis tyre si një fantazmë e dhimbshme. Lulja e kujtonte përsosmërisht atë ditë të tmerrshme, 5 vjet më parë, kur zonja Kastrati kishte zbuluar se një unas diamanti ishte zhdukur nga dhoma e saj. Pa asnjë hetim apo provë, gishti akuzues ishte drejtuar menjëherë drejt Lules. Fundja, ajo ishte vetëm një punëtore, dikush pa pushtet, pa zë, pa të drejta. Poshtërimi publik që pasoj kishte qenë shkatërues, veçanërisht sepse Era, aso kohë vetëm 12 vjeç, kishte qenë dëshmitare e gjithçkaje. Më kujtohet që qaja atë natë, tha Era butësisht, duke u ulur në gjunjë pranë besnikut për të kontrolluar frymëmarrjen e tij. Më kujtohet se si ndiheshe e pafuqishme, e padrejtësuar. Por, nën, nuk mund të lejojmë që ajo që na bën të na shndërrojë në njerëz indiferent ndaj vuajtjes së të tjerëve. Kjo do të thoshte t'i linim ata të fitonin në një mënyrë edhe më të thellë. Besniku po merrte frymë, por dobët. Kishte plagë në ballë dhe në krah, dhe rrobat e tij ishin të grisura sikur të kishte vrapuar në përkatçube me gjemba. Era vuri re se ai nuk mbante këpucët e shtrenjta që vishte gjithmonë, dhe ora e tij, që ajo e dinte se vlente më shumë se sa familja e saj fitonte në një vit, nuk ishte në dorën e tij. Kishte diçka shumë të çuditshme në atë situatë, diçka që shkonte përtej një aksidenti të thjeshtë apo një alivanosjeje. Dikush ja ka bërë këtë, mërmëriti Era, duke ekzaminuar më me vëmendje plagët. Këto shenja nuk janë nga një rrëzim i rastësishëm. Duket sikur ka ikur nga diçka apo nga dikush. Lulja u afrua me hezitim, rezistenca e saj po mposhtej gradualisht nga shqetësimi i sinqert që shihte në sytë e vajzës. Pavarësisht gjithë pakënaqësisë që mbante, ajo e kishte rritur Erën që të ishte një person i dhemshur, dhe tani e shihte veten përballë pasojave të edukimit të saj. I kishte mësuar vajzës se karakteri i një personi matet nga mënyra se si i trajton ata që nuk mund t'ia kthejnë mirësinë, dhe tani ato mësime ktheheshin kundër frikërave dhe traumave të saj. Nëse do ta bëjmë këtë, tha Lulja më në fund, zëri i saj dridhej lehtë, duhet të jemi shumë të kujdesshme. Nuk mund ta çojmë në shtëpinë tonë. Nëse dikush e zbulon. Atëherë çfarë sugjeron? Pyeti Era. Ta lëm këtu që kafshët e egra ta gjejnë gjatë natës? Nën, të lutem, mendo se si do të ndiheshe ti sikur të isha unë e shtrirë këtu, e pambrojtur, duke varur shpresat e mirësia e të huajve. Analogjia preku thellë zemrën e Lules. Ideja e vajzës së saj në një situatë të tillë ishte e padurueshme, dhe ajo kuptoi se rezistenca e saj ishte ndërtuar mbi themelet e frikës dhe hidhërimit, jo mbi parime solide morale.
Era kishte të drejtë, ato nuk mund të braktisnin thjesht një qenie njerëzore në nevojë, pavarësisht se kush ishte. Mirë, u dorëzua Lulja. Por do të jemi të zgjuara për këtë. Do ta çojmë në shtëpinë tonë në përshtigjet ku nuk na sheh askush. Dhe nëse ai pyet ndonjë gjë kur të zgjohet, do të themi se e gjetëm pa ndjenja dhe thjesht deshëm të ndihmonim. Asgjë më shumë. Së bashku, me vështirësi të madhe, arritën ta ngrinin besnikun dhe filluan ta mbanin në përshtigjet më pak të rrahura që çonin në shtëpinë e tyre të vogël. Ishte një punë raskapitse, veçanërisht sepse besniku ishte një burr i gjatë dhe i bëshëm, por ato vazhduan, duke ndaluar shpesh për të pushuar dhe për të kontrolluar nëse nuk kishte njëri rrotull që mund t'i shite. Shtëpia ku banonin Lulja dhe Era ishte modeste, por e pastër dhe e organizuar. 2 dhoma të vogla, një dhomë ndenjeje që shërbente edhe si kuzhinë dhe një banjë e thjeshtë. Ishte gjithçka që mund të paguanin me rrogën e shërbëtores, por Lulja gjithmonë ishte mburur për mbajtjen e gjithçkaje në mënyrë të patëmerë. Kishte diçka thellësisht simbolike në vendosjen e trashëgimtarit të familjes më të pasur të rajonit për të shëruar në një krevat të thjeshtë, të mbuluar me çarçaf që ishin larë dhe hekurosur me të njëjtin kujdes që Lulja u kushtonte rrobave të krevatit në vilë. Era përgatiti një çaj me barishte që gjyshja e saj i kishte mësuar t'i përdorte për të trajtuar plagët dhe për të qetësuar nervat. Lulja solli pëlura të pastra dhe ujë të ngrohtë për të pastruar plagët e besnikut. Ishte ironike se si ato po aplikonin të njëjtin kujdes që i kushtonin mirëmbajtjes së vilës së kastratëve, por tani të drejtuar te vetë antari i familjes që ato shërbenin. Gjatë orëve të para, besniku mbeti pa ndjenja. Lulja dhe Era ndërroheshin për ta ruajtur, duke kontrolluar frymëmarrjen dhe temperaturën e tij. Tensioni në shtëpinë e vogël ishte i prekshëm, të dyja e dinin se po rrezikonin në një mënyrë që mund të kishte pasoja të paparashikueshme për jetët e tyre. Por kishte edhe diçka çlirimtare në atë situatë, sikur më në fund po vepronin sipas parimeve të tyre morale, pavarësisht pritshmërive shoqërore apo marrëdhënieve të pushtetit. Ishte tashmë gjatë agimit kur besniku filloi të tregonte shenjat e para të vetdijes. Lëvizi lehtë gishtat, mërmëriti disa fjalë të pakuptueshme dhe gradualisht hapi syl. Konfuzioni në fytyrën e tij ishte i menjëhershëm dhe i kuptueshëm. Ai ndodhej në një mjedis krejtësisht të panjohur, duke u kujdesur nga 2 gra që ai njihte turbull si punonjëse të familjes së tij. Ku jam? Pyeti besniku me zë të dobët, duke u përpjekur të ulej në krevat. Jeni të sigurt? U përgjigj Era me qetësi, duke i ofruar një gotë me ujë. Ju gjetëm pa ndjenja në shtegun pas pronës së familjes suaj. Ishit i lënduar dhe vendosëm t'ju sillnim në shtëpinë tonë për t'u kujdesur për plagët tuaja. Besniku e pi ujin ngadalë, sytë e tij po vëzhgonin mjedisin e thjeshtë me një shprehje të çorientimit total. Ishte e qartë se ai kur nuk kishte qenë në një vend si ai, një shtëpi njerëzish punëtor që luftonin çdo ditë për të mbijetuar me dinitet. Thjeshtësia e mjedisit kontrastonte në mënyrë drastike me luksin me të cilin ishte mësuar, por kishte gjithashtu një pastërti dhe organizim që flisnin për krenari dhe kujdes. Pse më ndihmuat? Pyeti besniku, zëri i tij ende i dobët, por i mbushur me një kurreshtje të sinqertë. Lulja dhe Era shkëmbyen shikime domethënëse. Ishte një pyetje komplekse që prekte çështje të thella mbi natyrën njerëzore, drejtësinë shoqërore dhe dëmshurinë. Për Lulen, përgjigjja ishte e mbështjellë me kontradikta të dhimbshme, për Erën ishte më e thjeshtë, ndonse jo më pak e thellë. Sepse ishte gjëja e duhur për t'u bërë, u përgjigj Era thjesht. Pavarësisht se kush jeni apo çfarë ka ndodhur midis familjeve tona në të kaluarën, asnjë qenie njerëzore nuk duhet të lihet e pambrojtur kur të tjerët mund të ndihmojnë. Besniku e vëzhgoi atë me një intensitet të ri, sikur po e shihte me vërtet për herë të parë. Gjatë gjithë viteve që Era kishte punuar në shtëpinë e tij, ai e kishte trajtuar si një prani pothuajse të padukshme, dikush që thjesht ishte pjesë e dekorit funksional të vilës. Tani, i ballafaquar me humanizmin dhe dëmshurinë e saj në mënyrë aq të drejtpërdrejtë, ai filloi të kuptonte thellësinë e verbërisë së tij shoqërore. Duhet t'ju tregoj diçka, tha besniku ngadalë, zëri i tij po merrte forcë. Ajo që më ndodhi nuk ishte aksident. Dhe kam frikë se ju mund të jeni në rrezik sepse më ndihmuat. Heshtja që pasoi fjalët e besnikut ishte e rëndë dhe e mbushur me tension. Lulja ndjeu zemrën t'i rrite fort, të gjitha shqetësimet dhe frikërat e saj po materializoheshin para saj si një profeci e përmbushur. Era, nga ana tjetër, u përkul përpara, sytë e saj shkëlqenin nga një përzierje kurreshtieje dhe vendosmërie që nëna e saj e njihte shumë mirë dhe e druante thellësisht.
Çfarë lloj rreziku? Pyeti Era, duke injoruar plotësisht shikimin paralajmërues që Lulja po i drejtonte. Çfarë saktësisht ju ndodhi? Besniku hezitoi për disa momente, duke debatuar qartë me veten se sa duhet të zbulonte. Shikoi dy gratë që kishin rrezikuar sigurinë e tyre për ta ndihmuar, njerëz që ai kishte injoruar për vite me radhë, duke i trajtuar si pjesë të mobiljeve të shtëpisë së tij. Ironia e situatës nuk i shpëtonte, tani varri nga mirësia dhe diskrecioni i dy njerëzve që familja e tij i kishte nënçmuar dhe keq trajtuar sistematikisht. Vëllai im, dritani, filloi besniku ngadalë, zëri i tij i mbushur me dhimbje dhe zhgënjim. Ai organizoi një kurth për të më nxjerrë nga rruga. Ka javë që ai vë në dyshim vendimet e mia në kompani, duke argumentuar se unë nuk kam vizionin agresiv të nevojshëm për të zgjeruar bizneset tona. Dje, ai më ftoi në një takim në një vend të izoluar, duke thënë se duhet të bisedonim për të ardhmen e kompanisë larg veshëve të babait ton. Lulja u afrua instinktivisht pranë Erës, sikur donte ta mbronte fizikisht nga informacionet e rrezikshme që po zbuloheshin. Kishte mësuar gjatë viteve se njohja e sekreteve të familjeve të fuqishme rrallëherë sillte pasoja pozitive për njerëzit në pozicionin e saj shoqëror. Kur mbërrita në vendin e takimit, vazhdoi besniku, dritani nuk ishte vetëm. Kishte 3 burra me të, burra që nuk i njoha. Më thanë se duhet të jepja dorëheqjen vullnetarisht nga pozicioni im në kompani dhe të largohesha përfundimisht nga bizneset e familjes. Kur refuzova, gjërat u bën të dhunshme. Era e vëzhgonte besnikun me vëmendje në rritje, duke vënë re detaje që konfirmonin historinë e tij. Plagët në krahët e tij ishin në përputhje me një përleshje dhe rrobat e grisura sugjeronin se ai kishte ikur në terren të vështirë. Kishte gjithashtu diçka në shprehjen e tij, një cenueshmëri dhe sinqeritet që ajo kur nuk e kishte parë më parë, që e binte se ai po thoshte të vërtetën. Si arritët të shpëtonit? Pyeti Era. Shfrytëzova një moment hutimi dhe vrapova, u përgjigj besniku, duke prekur instinktivisht një prerje në ballin e tij. I njoh mirë këto anë që fëmijë, kështu që munda të orientohem edhe në errësirë. Por vrapova për orë të tëra, pa një drejtim të qartë, derisa më në fund më ra të fikët nga raskapitja. Atëherë më gjetët ju. Lulja më në fund gjeti zërin e saj, ndonë se ai dridhej lehtë nga nervozizmi. Zoti besnik, me gjithë respektin, por pse po na i tregoni këto? Ne jemi vetëm shërbëtore. Nuk mund të zgjidhim konfliktet familjare të njerëzve si ju. Besniku e shikoi Lulen me një shprehje habje të sinqertë, sikur pyetja e saj ta kishte bërë të kuptonte diçka të rëndësishme për motivimet e tij. Keni të drejtë, tha ngadalë. Ju nuk keni asnjë detyrim të përfshiheni në këtë situatë. Në fakt, po ju vendos në rrezik vetëm sepse po më ndihmoni. Por tani që e dim, ndërhynte Era, nuk mund të sillemi sikur nuk ka ndodhur asgjë. Nëse ajo që thoni është e vërtet, atëherë keni nevojë për ndihmë për ta vërtetuar këtë dhe për t'u mbrojtur. Era, thiri Lulja me një përzierje acarimi dhe frike. Nuk është përgjegjësia jonë të zgjidhim problemet e kësaj familjeje. Ne kemi bërë tashmë më shumë se sa duhej duke e sjellë në shtëpinë tonë. Debati midis nënës dhe vajzës zbulonte një ndarje thelbësore në qasjet e tyre për t'u marrë me situatat e padrejtësisë. Lulja kishte mësuar përmes përvojave të dhimbshme se njerëzit në pozicionin e saj shoqëror duhet të mbanin distancë nga konfliktet e klasave sunduese. Era, megjithatë, shihte një mundësi për të zbatuar parimet e saj morale në mënyrë konkrete, pavarësisht pasojave të mundshme. Nën, tha Era me vendosmëri, atë kujtohet çfarë më ke mësuar gjithmonë për të bërë atë që është e drejtë edhe kur është e vështirë. Nëse nuk ndihmojmë kur mund të bëjmë ndryshimin, si mund të presim që dikush të na ndihmojë ne kur të kemi nevojë? Besniku e vëzhgonte këtë shkëmbim me interes në rritje. Gjatë gjithë viteve që këto gra kishin punuar në shtëpinë e tij, ai kur nuk kishte menduar se ato mund të kishin jetë të brendshme komplekse, dilema morale të thella, apo aftësi mendimi kritik mbi çështjet e drejtësisë dhe etikës. Zbulimi i verbërisë së tij shoqërore ishte në të njëjtën kohë poshtërues dhe zbulues. Ka edhe diçka tjetër, tha besniku me hezitim. Diçka që e bën këtë situatë edhe më të komplikuar. Dritani nuk po vepron vetëm. Ai ka mbështetjen e disa njerëzve me ndikim në rajon, përfshirë kryetarin e bashkisë dhe disa sipërmarrës që do të përfitonin nëse kompania jon ndryshon qasjen e saj ndaj biznesit. Era ndjeu një rrëqethje kuptimi.
Gjatë muajve të fundit, ajo kishte dëgjuar biseda të fragmentuara për ndryshime në strategjinë e biznesit të kastratëve, diskutime për partner të rinj dhe metoda më efikase të drejtimit të biznesit. Tani ato pjesë të puzzle-it po fillonin të bashkoheshin në një mënyrë shqetësuese. Çfarë lloj ndryshimesh dëshiron ai të zbatoj? Pyeti Era. Besniku hezitoi përsëri, duke debatuar qartë se sa duhet të zbulonte. Dritani beson se kompania jon mund të ishte shumë më fitimpruese nëse do të eliminonim atë që ai e quan shpenzime të panevojshme për përgjegjësinë sociale. Ai dëshiron të reduktoj drastikisht rrogat e punonjësve, të eliminoj përfitimet dhe të ndërpres programet e asistencës për komunitetet lokale që kompania jon ka mbajtur gjithmonë. Lulja i kuptoi menjëherë implikimet. Shpenzimet e panevojshme do të përfshinin rroga të drejta për punonjësit si ajo, asistencë mjekësore për punëtorët rural dhe programe arsimore për fëmijët e punëtorëve. Dritani po propozonte shndërrimin e kompanisë familjare në një makinë fitimi që do të injoronte plotësisht ndikimin shoqëror të vendimeve të saj. Pra, nuk është vetëm një konflikt familjar, mërmëriti Era. Bëhet fjalë për të ardhmen e qindra familjeve që varen nga kompania juaj. Pikërisht, konfirmoi besniku. Dhe kjo është arsyeja pse nuk mund të largohem thjesht. Nëse Dritani merr kontrollin total, shumë njerëz që varen nga kompania jon për të mbijetuar do të dëmtohen. Përfshir, ai bëri një pauzë domethënëse, punonjës si ju. Zbulimi krijoi një nivel të ri tensioni në dhomën e vogël. Nuk bëhej fjalë më vetëm për një konflikt midis vëllezërve të pasur, por për një mosmarrëveshje që do të prekte drejt për drejt jetën e Lules dhe Erës, si dhe të dhjetëra familjeve të tjera punëtore në rajon. Çfarë ju nevojitet për të vërtetuar se po thoni të vërtetën? Pyeti Era. Vendimi i saj tashmë ishte marrë pavarësisht shprehjes së dëshpërimit në rritje në fytyrën e nënës së saj. Ekzistojnë dokumente, tha besniku. Emaile, kontrata paraprake, proces verbale mbledhjesh. Dritani ka qenë i kujdesshëm, por jo i përsosur. Nëse arrit të kem qasje në arkivat e kompanisë, mund t'i vërtetoj qëllimet e tij dhe metodat e dyshimta që po përdor për të fituar mbështetje. Dhe si keni ndërmend ta bëni këtë nëse nuk mund as të ktheheni në shtëpi? Pyeti Lulja, zëri i saj i mbushur me skepticizëm. Besniku e shikoi me një shprehje mirënjohjeje të përzier me habi. Ky është problemi, pranoi ai. Nuk mundem. Të paktën jo vetëm. Dritani mbase ka shpikur tashmë ndonjë histori për të shpjeguar zhdukjen time, dhe nëse shfaqem papritur, ai mund të përshpejtoj planet e tij ose, akoma më keq, të provoj përsëri të më asgjësoj. Era u ngrit papritur dhe filloi të ecte nëpër dhomën e vogël, truri i saj po punonte shpejt për të procesuar të gjitha informacionet dhe mundësitë. Lulja po e vëzhgonte me shqetësim në rritje, duke njohur shenjat se vajza e saj po zhvillonte një plan që mbase do të përfshinte rreziqe të konsiderueshme. A ekziston ndonjë person në kompani te i cili keni besim të plot? Pyeti Era. Dikush që mund të ndihmonte pa ngjallur dyshime? Besniku u mendua për disa momente. Valbona, tha ai më në fund. Valbona Selimi. Ajo është sekretare ekzekutive prej më shumë se 10 vitesh, i njeh të gjitha sistemet e kompanisë dhe gjithmonë ka qenë absolutisht besnike ndaj familjes. Më e rëndësishmja, Dritani kur nuk i ka kushtuar shumë vëmendje sepse e konsideron thjesht një tjetër punonjëse të padukshme. Ironia e situatës nuk i shpëtoi asnjërit prej 3 personave të pranishëm. Dritani po bënte të njëjtin gabim perspektive që e kishte çuar besnikun të injoronte humanizmin dhe aftësinë e Lules dhe Erës për vite me radhë. Padukshmëria shoqërore e grave punëtore po shndërrohej në një avantazh strategjik të papritur. Atëherë kemi një plan, tha Era me vendosmëri në rritje. Do të kontaktojmë me këtë Valbonën dhe do të sigurojmë provat që ju nevojiten. Era, për hir të Zotit, thiri Lulja. Ti po flet për përfshirjen tonë në një konspiracion biznesi. Kjo mund të na shkatërrojë jetët. Nën, u përgjigj Era me qetësi, jetët tona tashmë po shkatërrohen ngadalë, ditë pas dite, nga një sistem që na trajton sikur të ishim të padukshme. Të paktën tani kemi një shans për të bërë diçka që vërtet ka rëndësi. 3 ditët që pasuan ishin më të tensionuarat që Lulja kishte përjetuar që nga akuza për vjedhje vite më parë. Besniku qëndronte i fshehur në shtëpinë e tyre, duke varur shpresat plotësisht të diskrecionit dhe kujdesi i 2 grave që ai po mësonte t'i shihte si njerëz kompleks dhe guximtar.
Era kishte marrë përgjegjësinë për të mbajtur dukjen, duke vazhduar detyrat e saj në vilë, ndërsa fsheu Razi vëzhgonte lëvizjet e Dritanit dhe mblidhte informacione. Historia zyrtare që qarkullonte ishte se besniku kishte udhëtuar papritur për të zgjidhur punë urgjente në një qytet tjetër. Dritani dukej komod me këtë version, por Era vërente shenja tensioni në sjelljen e tij. Ai bënte telefonata të shpeshta me zë të ulët, priste vizitor në orë të pazakonta dhe tregonte një urgjencë të re në vendimet e tij biznesore. Gjatë një mëngjesi të së martës, kur Dritani ishte i përfshirë në një mbledhje me investitor të huaj, Era gjeti mundësinë që po priste. Valbona Selimi ishte vetëm në zyrën kryesore, duke organizuar dokumente dhe duke u kthyer përgjigje emaileve. Ishte një grua në moshë të mesme, me flokë të thinjur gjithmonë të rregulluar në mënyrë të patëmet, që punonte me një efikasitet të heshtur që e kishte bërë pothuajse të padukshme për familjen Kastrati. Zonja Valbona, tha Era butësisht, duke u afruar te tavolina me një filxhan kafe që e kishte përgatitur posaçërisht për të. Valbona ngriti syt nga dokumentet, e surprizuar nga trajtimi i respektueshëm dhe vëmendja e personalizuar. Gjatë gjithë viteve duke punuar për familjen Kastrati, ajo ishte mësuar të trajtohej si një zgjatim i mobiljeve të zyrës, një prani funksionale, por rrallëherë e njohur si person. Faleminderit, Era, tha Valbona me një buzëqeshje të sinqertë. Ti ke qenë gjithmonë shumë e vëmendshme. Ishte pikërisht hapja që Erës i nevojitej. U ul në karrigen përballë tavolinës së Valbonës, duke marrë një qëndrim që tregonte se synonte një bisedë më të gjatë se zakonisht. Zonja Valbona, a mund t'ju bëj një pyetje personale? Valbona hezitoi, qartësisht e surprizuar nga toni dhe drejtimi i bisedës. Sigurisht, Era. Çfarë do të dëshiroje të dije? A keni vënë re ndryshime në kompani kohët e fundit? Ndryshime në mënyrën se si po merren vendimet. Pyetja preku diçka që Valbona e kishte vëzhguar, por ishte përpjekur ta injoronte. Si sekretare ekzekutive, ajo kishte qasje në dokumente dhe biseda që zbulonin shumë për drejtimin që po merrte kompania. Së fundmi, kishte vënë re një seri vendimesh që e shqetësonin thellësisht. Pse po më pyet këtë, Era, tha Valbona me kujdes. Era mori një frymëmarrje të thellë, duke e ditur se ishte gati të kalonte një vijë që do të ndryshonte gjithçka. Sepse unë kam informacione që ju duhet t'i dini. Informacione për zotin Besnik dhe për plane që mund të na prekin të gjithë ne që punojmë këtu. Valbona i la dokumentet më njanë dhe i kushtoi vëmendje të plot Erës. Kishte diçka në seriozitetin e vajzës së re, në qëndrimin dhe tonin e zërit të saj, që tregonte se biseda ishte vërtet e rëndësishme. Gjatë 20 minutave të ardhshme, Era tregoi me kujdes historinë se si e kishin gjetur Besnikun, çfarë kishte zbuluar ai për konspiracionin e Dritanit dhe implikimet që kjo do të kishte për të gjithë punonjësit e kompanisë. Valbona dëgjonte në një heshtje në rritje, fytyra e saj kalonte nëpër një gamë shprehjesh që përfshinin surprizën, shqetësimin dhe, më në fund, një vendosmëri të fortë. E dija se diçka nuk shkonte, mërmëriti Valbona kur Era përfundoi. Në muajt e fundit, Dritani ka kërkuar qasje në dokumente që normalisht nuk do të ishin në interesin e tij. Kontrata pune, buxhetet të programeve sociale, korrespondenca me sindikatat. Dhe dje ai më kërkoi të përgatisja një listë të gjithë punonjësve që marrin përfitime mjekësore përmes kompanisë. Konfirmimi i dha Erës një përzierje vlerësimi dhe shqetësimi në rritje. A keni qasje në dokumentet që mund të vërtetojnë atë që pretendon zoti Besnik? Valbona u mendua me kujdes para se të përgjigjej. Kam qasje pothuajse në gjithçka. Por nëse Dritani e zbulon se po hetoj aktivitetet e tij, ai nuk do ta zbuloj, tha Era me besim. Ju jeni e padukshme për të, ashtu siç jam edhe unë. Kjo padukshmëri mund të jetë avantazhi ynë më i madh. Ishte një vëzhgim i hollë që bëri jehon të thellë te Valbona. Për vite me radhë, ajo ishte ndjerë e frustruar nga fakti se injoroi dhe nënçmoi, trajtohej si një thjesht punonjëse administrative në vend të një profesioniste të kualifikuar me dekada përvojë. Tani, kjo e njëjta padukshmëri ofronte një mundësi unike për të bërë ndryshimin në mënyrë domethënëse. Çfarë saktësisht keni nevojë të bëj? Pyeti Valbona. Era shpjegoi planin që kishte zhvilluar gjatë netëve pa gjumë të ditëve të fundit. Valbona do të përdorte qasjen e saj në sistemet e kompanisë për të mbledhur prova të mbledhjeve sekrete të Dritanit, të kontratave të dyshimta që ai kishte negociuar dhe të planeve specifike për të reduktuar përfitimet dhe rrogat.
Më e rëndësishmja, ajo do të kërkonte prova të rishfetit apo korrupsionit që mund të ishin të përfshira në fitimin e mbështetjes politike për planet e Dritanit. Është e rrezikshme, pranoi Valbona. Nëse zbulohemi, nëse nuk bëjmë asgjë, ndërhyn te era, Dritani do të zbatoj planet e tij dhe qindra familje do të vuajnë. Përfshir timen dhe tuajën. Logjika ishte e pakundërshtueshme. Valbona i kishte kushtuar më shumë se një dekadë të jetës së saj kompanisë Kastrati, duke besuar se punonte për një organizatë që, pavarësisht defekteve të saj, tregonte një farë niveli të përgjegjësisë sociale. Ideja për ta parë këtë kompani të shndërruar në një operacion thjesht shfrytëzues ishte thellësisht shqetësuese për të. Do të ndihmoj, tha Valbona më në fund. Por duhet të jemi jashtëzakonisht të kujdesshme. Dritani mund të duket i pakujdesshëm, por ai është inteligjent dhe i rrezikshëm. Në ditët në vijim, Valbona filloi hetimin e saj diskret. Duke përdorur autoritetin e saj legjitim si sekretare ekzekutive, ajo pati qasje në emaile, dokumente financiare dhe procesverbale mbledhjesh që zbuluan një model shqetësues të aktivitetit të dyshimit. Dritani kishte qenë në komunikim të rregullt me sipërmarrës të njohur për praktika abuzive pune. Kishte negociuar kontrata që favorizonin në mënyrë disproporcionale aleatët e tij politik dhe kishte zhvilluar plane të detajuara për të shpërbërë të gjitha programet sociale të kompanisë. Më alarmante akoma, Valbona zbuloi prova të pagesave të dyshimta ndaj zyrtarëve publik lokal, përfshir kryetarin e bashkisë dhe disa anëtar të Këshillit Bashkiak. Dritani esencialisht po blinte mbështetje politike për të garantuar që ndryshimet e tij në kompani të mos përballeshin me rezistencë zyrtare. Ndërsa Valbona mblidhte prova, era vazhdonte të kujdesej për besnikun dhe ta mbante Lulen të informuar për zhvillimet. Lulja mbetej thellësisht të shqetësuar për situatën, por gradualisht filloi të kuptonte se mbase nuk kishte zgjedhje të sigurt në dispozicion. Nëse Dritani zbatonte planet e tij, ajo do të humbiste punën ose do t'i shite përfitimet e saj të reduktuara drastikisht. Nëse ato ndihmonin besnikun ta ekspozonte konspiracionin, do të rrezikonin, por të paktën do të luftonin për diçka të drejtë. Ishte gjatë natës së 5 që kur kishin gjetur besnikun që Valbona u shfaq në shtëpinë e Lules dhe Erës duke mbajtur një dosje plot me dokumente të printuara dhe një USB me skedar digjital. Fytyra e saj ishte e zbeth, por shpreha e saj ishte e një vendosmërie të palëkundur. Ja dola, njoftoi ajo. Kam prova të mjaftueshme për të vërtetuar gjithçka që pretendoi besniku dhe shumë më tepër. Dritani nuk është vetëm ambicioz dhe i paskrupull, ai është i përfshirë në aktivitete që mund të karakterizohen si korrupsion biznesi. Besniku, i cili ishte përmirësuar ndjeshën gjatë ditëve të kujdesit, i ekzaminoi dokumentet me habi dhe i ndinjat në rritje. Provat ishin edhe më dëmtuese se sa ai kishte imagjinuar. Dritani nuk po planifikonte vetëm ndryshime në kompani, ai po ndërtonte një rrjet korrupsioni që shtrihej në të gjithë rajonin. Kjo është e mjaftueshme për t'u dhënë fund planeve të tij, tha besniku. Por është gjithashtu e mjaftueshme për të shkatëruar reputacionin e familjes son dhe mbase të rezultojë në procese penale. Dhe cila është alternativa, pyeti Era. Ta lëmë atë të vazhdoj me planet e tij dhe të shkatërroj jetën e qindra njerëzve? Besniku shikoi 3 gratë që kishin rrezikuar gjithçka për ta ndihmuar. Lulen, e cila kishte mposhtur frikërat dhe traumat e saj për të bërë atë që ishte e drejtë. Valbonën, e cila kishte përdorur pozicionin e saj të besimit për të ekspozuar korrupsionin. Dhe Erën, guximi dhe parimet morale të së cilës kishin nisur të gjithë këtë zinxhir ngjarjesh. Ato përfaqësonin pikërisht llojin e personit që do të dëmtojë nga planet e Dritanit, dhe tani ato po i ofronin atij shansin për të shpëtuar familjen e tij dhe për të mbrojtur të pambrojturit. Keni të drejtë, tha besniku. Nuk mund të lejojmë që kjo të vazhdojë. Por duhet të jemi strategjik se si përdorim këto informacione. Dritani ka aleat të fuqishëm dhe nëse nuk e bëjmë këtë në mënyrën e duhur, ai mund të gjejë një mënyrë për të shpëtuar pasojave dhe madje t'i zbatoj planet e tij. Era ju afrua tavolinës ku dokumentet ishin të shpërndara. Atëherë si ta bëjmë këtë në mënyrën e duhur? Besniku u mendua me kujdes para se të përgjigjej. Duhet t'i dërgojmë këto prova te autoritetet e duhura, por duhet edhe të mbrohemi. Dritani nuk do ta pranoj këtë pasivisht dhe ai ka burime të konsiderueshme për t'u hakmarrë ndaj kujtdo që e kërcënon. Realiteti i situatës filloi të peshonte mbi të gjithë ato.
kishin mbledhur prova të mjaftueshme për të ekspozuar dritanin, por tani duhej të përballeshin me pasojat potenciale të akteve të tyre. Ishte një moment vendimi kritik që do të përcaktonte jo vetëm fatin e kompanisë Kastrati, por edhe të ardhmen e jetëve të tyre. Vendimi se si të procedojë me provat kundër dritanit gjeneroi diskutime të gjata në shtëpinë e vogël të Lules dhe Erës. Besniku argumentonte se duhet t'i dërgonin të gjitha drejt për drejt në SPAK, por Valbona shprehte shqetësime të ligjshme për ndikimin politik që Dritani kishte kultivuar në rajon. Era, nga ana e saj, propozonte një qasje më guximtare që fillimisht I la të gjithë të habitur. Po sikur t'i bënim të gjitha këto publike para se të përfshinim autoritetet, sugjeroi Era. Nëse e ekspozojmë Dritanin drejt për drejt para komunitetit, do të jetë shumë më e vështirë për të ose aleatët e tij ta fshehin çështjen. Lulja tundi kokën me forcë. Era, ti po flet për sfidimin e njerëzve shumë të fuqishëm. Ata kanë burime, ndikim, avokat. Ne jemi vetëm punëtore shtëpie. Pikërisht, u përgjigj Era me një pasion në rritje në zërin e saj. Ne jemi saktësisht lloji I njerëzve që Dritani planifikon të dëmtojë. Nëse nuk mbrohemi vetë, kush do ta bëjë këtë për ne? Besniku e vëzhgonte këtë shkëmbim me interes në rritje. Guximi dhe qartësia morale e Erës kontrastonin në mënyrë dramatike me dorëheqjen e mësuar që ai kishte vëzhguar te aq shumë punonjës gjatë viteve. Ajo përfaqësonte një forcë ndryshimi që ai kur nuk e kishte konsideruar të mundur të vinte nga njerëz në pozicionin e saj shoqëror. Si saktësisht propozon ta bëjmë këtë publike, pyeti Besniku. Era kishte menduar shumë për këtë çështje gjatë netëve të mëparshme. Njoh një gazetar në Tiranë, tha ajo. Arber Kamberi. Ai punon për një gazetë që specializohet në ekspozimin e korrupsionit biznesor dhe politik. Nëse arrim që ai ta publikojë historinë tonë me të gjitha provat, do të jetë shumë më e vështirë për Dritanin ta kontrollojë rrëfimin. Valbona duke e intriguar nga propozimi. Si e njeh këtë gazetar? Ai bëri një reportazh për kushtet e punës në kompanitë rurale vitin e kaluar, shpjegoi Era. Kontaktova me të aso kohe sepse doja që ai të dinte për disa situata që kisha parë. Edhe pse reportazhi kur nuk e përmendi specifikisht kompaninë tonë, mbajtëm korrespondencë të rrallë. Zbulimi surprizoi si Lulen ashtu edhe Besnikun. Lulen sepse nuk e dinte që vajza e saj kishte ndërmarrë iniciativa aq guximtare në të kaluarën, dhe Besnikun sepse kuptoi që Era kishte qenë duke vëzhguar dhe dokumentuar problemet në kompaninë e tij shumë kohë para krizës aktuale. Çfarë lloj situatash I raportove atij? Pyeti Besniku, I kureshtur sinqerisht. Era hezitoi për një moment duke shikuar nënën e saj me një shprehje kërkimfaljeje. Gjëra që kam parë gjatë viteve. Punonjës që pushoheshin pa shkak kur sëmureshin. Familje që dëboheshin nga shtëpitë e kompanisë kur dikush vinte në dyshim kushtet e punës. Mënyra se si njerëzit si ne trajtohen kur guxojmë të flasim. Heshtja që pasoi ishte e mbushur me zbulime të dhimbshme. Lulja kuptoi se vajza e saj kishte mbajtur peshën e këtyre vëzhgimeve vetëm, duke zhvilluar një ndërgjigje shoqërore të mprehtë, ndërsa dukej se thjesht po kryente detyrat e saj të përditshme. Besniku, nga ana e tij, përballohej me aspekte të kompanisë së tij që I kishte injoruar ose racionalizuar, duke I parë tani përmes syve të dikujt që kishte vuajtur pasojat e tyre drejt për drejt. Pse nuk më ke thënë kurrë për këtë? Pyeti Lulja butësisht. Sepse e dija se do të shqetësoheshe, u përgjigj Era. Dhe sepse e dija se do të më kërkoje të mos përfshihesha. Por, nuk mund të shikoj thjesht padrejtësitë të ndodhin pa bërë asgjë. Valbona, e cila kishte qenë duke reflektuar mbi propozimin e Erës, më në fund foli. Arber Kamberi ka një reputacion solid. Nëse arrim që ai ta publikojë historinë, do të jetë pothuajse e pamundur për Dritanin ta shtyp atë. Por do të thotë gjithashtu se nuk do të ketë kthim pas. Sapo historia të bëhet publike, do të jemi të gjithë të angazhuar me pasojat. Besniku e kuptoi rëndësinë e vendimit që po shqyrtonin. Një ekspozim publik jo vetëm që do të zbulonte korrupsionin e Dritanit, por do të rënonte edhe reputacionin e familjes Kastrati dhe mbase do të rezultonte në shkatërimin e kompanisë ashtu siç e njihnin ata. Megjithatë, alternativa ishte të lejonin Dritanin ta shndërronte kompaninë në një operacion shfrytëzimi që do të dëmtonte qindra familje. Nëse e bëjmë këtë, tha Besniku ngadalë, ju të trija duhet të kuptoni se do të bëheni objektiva. Dritani nuk do ta pranojë thjesht humbjen. Ai ka burime për t'ju bërë jetën shumë të vështirë.
Jetët tona tashmë janë të vështira, u përgjigj Era thjesht. Dallimi është se tani kemi një shans për të luftuar për diçka më të mirë. Vendosmëria e palëkundur e Erës përfundimisht i bindi të tjerët. Lulja, pavarësisht frikrave të saj, pranoi se vajza e saj kishte të drejtë për nevojën për të vepruar. Valbona pa një mundësi për të përdorur dekadat e saj të përvojës dhe njohurive për të mbrojtur kolegët e pambrojtur. Dhe besniku kuptoi se kishte shansin për të shpëtuar familjen e tij dhe për të vërtetuar se pasuria dhe pushteti mund të përdoreshin për të mbrojtur, jo për të shfrytëzuar ata më pak të favorizuarit. Plani që zhvilluan ishte i koordinuar me kujdes. Era do të kontaktonte me Arber Kamberin dhe do të organizonte një takim sekret në Tiranë. Valbona do të përgatiste kopje të gjitha dokumenteve relevante dhe do të krijonte një dosje të plotë që vërtetonte çdo pretendim. Besniku do të shkruante një dëshmi të detajuar mbi ngjarjet që çuan në zbulimin e tij të konspiracionit. Dhe Lulja, me hezitim, pranoi të dëshmonte mbi përvojën e saj të padrejtësisë në duart e familjes Kastrati, duke ofruar kontekstin historik për modelin e abuzimit të pushtetit. Udhëtimi drejt kryeqytetit u organizua për një të enjte, kur Dritani do të ishte i përfshirë në mbledhje të rëndësishme që do ta mbanin vëmendjen e tij larg aktiviteteve të mundshme të dyshimta. Era i tha administratës së vilës se duhet të shoqëronte nënën e saj në një vizitë mjekësore urgjente, një justifikim që askush nuk do ta vinte në dyshim duke pasur parasysh statusin e tyre shoqëror. Arber Kamberi i takoi në një kafe diskrete në qendër të qytetit, larg lagjeve ku mund të njiheshin nga të njohur të familjes Kastrati. Ishte një burr rreth të 30-tave, me flokë të errët dhe sy të vëmendshëm që menjëherë u fiksuan në çdo detaj të historisë që ata tregonin. Kishte një seriozitet profesional në qasjen e tij, por edhe një pasion të sinqert për drejtësi që e qetësoi Lulen për motivet e tij. Gjatë 2 orëve, ata prezantuan metodikisht të gjitha provat që kishin mbledhur. Arberi ekzaminoi çdo dokument, bëri pyetje të detajuara mbi burimet dhe kontekstin, dhe her pas here ndalonte për të mbajtur shënime ose për të kërkuar sqarime. Ishte e qartë se ai kuptonte si rëndësinë e historisë, ashtu edhe rreziqet e përfshira për të gjithë njerëzit e pranishëm. Kjo është shpërthyese, tha Arberi më në fund. Nëse gjithçka që po pretendoni konfirmohet nga hetimi që do të bëj në mënyrë të pavarur, ky do të jetë një nga ekspozimet më të mëdha të korrupsionit biznesor që kam mbuluar ndonjëherë. Cilat janë hapat e radhës? Pyeti besniku. Së pari, duhet të verifikoj në mënyrë të pavarur disa nga këto informacione, shpjegoi Arberi. Do të kontaktoj me burime në qeveri dhe në institucione për të konfirmuar pagesat e dyshimta. Gjithashtu do të hulumtoj kontratat që Dritani negocioi për të kërkuar parregullsi. Kjo do të marrë rreth një javë. Era ndjeu një përzierje lehtësimi dhe ankthi në rritje. Dhe gjatë kësaj jave, ju mbani rutinat tuaja normale, udhëzoi Arberi. Çdo ndryshim i sjelljes mund të alarmojë Dritanin se diçka po ndodh. Por gjithashtu mbani kontakt me mua çdo ditë. Nëse Dritani dyshon për diçka dhe përshpejton planet e tij, duhet ta di menjëherë. Java në vijim ishte më e tensionuara që ndonjë prej tyre kishte përjetuar. Lulja dhe Era u kthyen në detyrat e tyre në vilë, duke u detyruar të vepronin normalisht ndërsa vëzhgonin çdo lëvizje të Dritanit. Besniku qëndroi i fshehur duke përdorur kohën për të dokumentuar çdo detaj që kujtonte mbi aktivitetet e dyshimta të vëllait të tij. Dritani, me sa duket, nuk dyshonte për asgjë. Vazhdoi me mbledhjet e tij të rregullta, telefonatat e tij konspirative dhe përgatitjen e tij për të zbatuar ndryshimet që kishte planifikuar. Madje kishte caktuar një mbledhje me të gjithë punonjësit e kompanisë për javën e ardhshme, ku synonte të njoftonte përmirësimet që do të sillte për operacionin. Ishte të mërkurën e kësaj jave të tensionuar që Valbona zbuloi diçka që ndryshoi gjithçka. Ndërsa organizonte agjendën e Dritanit për mbledhjet e javës së ardhshme, ajo gjeti prova se ai kishte caktuar një takim me një grup investitorësh të huaj të interesuar për të blerë kompaninë. Plani i Dritanit nuk ishte vetëm të reformonte kompaninë, por ta shiste atë të njerëz që do të zbatonin ndryshime akoma më drastike dhe të dëmshme. Zbulimi përshpejtoi në mënyrë dramatike urgjencën e situatës. Nëse Dritani e shiste kompaninë, të gjithë punonjësit do të mbeteshin në mëshirën e pronarëve të huaj pa asnjë angazhim ndaj komunitetit lokal. Arberi u informua menjëherë dhe vendosi të përshpejtojë publikimin e hetimit të tij. Do të publikojmë të premten në mëngjes, njoftoi Arberi përmes telefonit.
Kjo do ta pengojë dritanin të finalizojë çdo negocim gjatë fundjavës dhe do t'u jap autoriteteve kohë për të reaguar para se ai të zbatojë masa mbrojtëse. Momenti i së vërtetës po afrohej dhe të gjithë ata e dinin se jetët e tyre kur nuk do të ishin të njëjta pas publikimit të historisë. E premtja agoi gri dhe e tensionuar, me re të rënda që vareshin mbi rajon si paralajmërim i ngjarjeve që ishin gati të zhvilloheshin. Lulja u zgjua para agimit, e paftë për të vazhduar gjumin për shkak të ankthit që e mbante në një gjendje alarmi konstant. Era ishte tashmë në kuzhinë, duke përgatitur kafe me duar që dridheshin lehtë, e vetmja shfaqje e jashtme e nervave të saj të tronditur. Sot është dita, mërmëriti Era, më shumë për veten se sa për nënën e saj. Lulja pohoi me kokë në heshtje, duke kuptuar se nuk kishte më kthim pas. Nga momenti kur historia e Arberit të publikohej, jetët e tyre do të transformoheshin në mënyrë të pakthyeshme. Mund të shiheshin si heroina nga disa dhe si tradhtare nga të tjerë, por kur më nuk do të ishin punëtore të shtëpisë të padukshme që kishin qenë për aq shumë kohë. Besniku kishte kaluar natën duke rishikuar mentalisht çdo aspekt të planit, duke u siguruar se nuk kishin harruar asnjë detaj të rëndësishëm. Transformimi i tij gjatë asaj jave kishte qenë i jashtëzakonshëm. Burri arrogant dhe i shkëputur që ishte gjetur pa ndjenja në një pemë ishte shndërruar në dikë të angazhuar sinqerisht me drejtësinë shoqërore dhe përgjegjësinë biznesore. Në orën 8 të mëngjesit, Arbëri telefonoi për të konfirmuar se historia po publikohej simultanisht në gazetën e printuar dhe në faqen e internetit. Për 2 orë, tha ai, i gjithë rajoni do të marrë vesh për aktivitetet e dritanit. Jeni të përgatitur për pasojat? Era u përgjigj për të gjithë ata, jemi të përgatitur të bëjmë atë që është e drejtë. 2 orët e ardhshme kaluan në një agoni pritjeje. Lulja dhe Era shkuan në punë në vil si gjithmonë, por çdo lëvizje duke i ngarkuar me një kuptim përfundimtar. Ishte si të aktronit në një shfaqje teatrore duke e ditur se akti i fundit ishte gati të fillonte. Në orën 10 të mëngjesit, telefonat në vil filluan të binin pa pushim. Dritani ishte në zyrën e tij, fillimisht i irrituar nga ndërprerja, por gradualisht shpreha e tij ndryshoi nga mërzia në konfuzion dhe, më në fund, në panik total. Era, që po pastronte korridorin pranë zyrës, mund të dëgjonte fragmente bisedash të dëshpëruara përmes derës. Si arritën t'i marrin këto informacione, bërtiti Dritani në një nga telefonatat. Kjo është e pamundur. Kush pati qasje në arkivat tona? Reagimi i Valbonës ishte i llogaritur me kujdes. Kur Dritani doli me vrap nga zyra e tij drejt asaj të saj, ajo po organizonte me qetësi dokumente sikur asgjë e jashtëzakonshme nuk po ndodhte. Performanca e saj e surprizës dhe konfuzionit ishte aq bindëse sa as Era, që po e vëzhgonte në mënyrë diskrete, nuk do të mund të dallonte asnjë shenjë përfshirjeje. Valbona, bërtiti Dritani. A e pe këtë histori qesharake në gazetë? Si është e mundur që kanë informacione për bizneset tona private? Cilën histori, zoti Dritan, pyeti Valbona me një shprehje të habisë së sinqertë. Unë nuk e kam lexuar gazetën sot. Dritani hodhi një kopje të printuar të reportazhit mbi tavolinën e saj. Titulli ishte shkatërues, perandoria familjare Kastrati e përfshirë në skem korrupsioni dëhëre shfrytëzimi të punëtorëve. Më poshtë, me shkronja më të vogla, dokumente ekskluzive zbulojnë planet për të pushuar punonjësit dhe për të korruptuar politikanët lokal. Valbona lexoi faqen e parë me një shprehje tronditjeje të inskenuar me kujdes. Zoti Dritan, kjo është e tmerrshme. Kush mund të ketë bërë akuza aq të rënda? Kjo është pikërisht ajo që do të zbuloj, rënkoi Dritani. Dhe kur ta zbuloj, këta njerëz do të paguajnë shumë shtrenjtë për atë që bën. Gjatë orëve të ardhshme, situata në vil u përkeqësua me shpejtësi. Gazetarët filluan të mbërrinin duke u pozicionuar në portat e pronës dhe duke bërë pyetje për pretendimet e publikuara. Telefoni i kompanisë binte vazhdimisht me telefonata nga klientë të shqetësuar, partner biznesi që vinin në dyshim vërtetësinë e akuzave dhe autoritete që kërkonin informacione. Dritani u përpoq ta kontrollonte situatën duke organizuar një konferencë shtypi të improvizuar për t'i mohuar të gjitha pretendimet, por shpjegimet e tij dukeshin të përgatitura dhe pak bindëse. Kur u ballafaqua me dokumente specifike të përmendura në reportazh, ai pohonte se ishin të falsifikuara ose të nxjerra nga konteksti, por gjua e tij trupore sugjeronte një nervozizëm në rritje. Ishte gjatë kësaj konference që ndodhi kthesa e parë e madhe.
Agim Kastrati, patriarku i familjes, mbërriti papritur nga Tirana, duke qenë i informuar për krizën nga telefonata urgjente të këshilltarëve. Shpreha e tij ishte e një zemërimi absolut, por nuk ishte e qartë nëse zemërimi i tij ishte i drejtuar te akuzat apo te veprimet e Dritanit. Dritan, tha Agimi me një zë të kontrolluar por kërcënues, dua të flas me ty menjëherë. Privatisht. Mbledhja midis babait dhe djalit zgjati pothuajse një orë, gjatë së cilës bërtitje të rastësishme mund të dëgjoheshin edhe përmes dyrëve të mbyllura të zyrës. Kur më në fund dolën, Dritani duke i dukshëm i tronditur, ndërsa Agimi tregonte një vendosmëri të fortë që i surprizoi të gjithë. Zonja dhe zotërin të shtypit njoftoi Agimi duke ju drejtuar gazetarëve që ende prisnin në terrenet e pronës. Pas një hetimi paraprak të pretendimeve të publikuara sot, mund të konfirmoj se disa parregullsi janë identifikuar në kompaninë tonë. Ne po bashkëpunojmë plotësisht me autoritetet dhe po zbatojmë ndryshimet të menjëhershme në udhëheqjen tonë. Deklarata ishte si një bombë. Dritani, i cili kishte kaluar orë të tëra duke mohuar të gjitha akuzat, e pa veten publikisht të çautorizuar nga vetë babai i tij. Implikimi ishte i qartë, Agimi kishte gjetur prova të mjaftueshme për të konfirmuar të paktën disa nga pretendimet kundër djalit të tij të vogël. Era, që po ndiqte ngjarjet të zhvilloheshin përmes një dritareje të vilës, ndiu një përzierje lehtësimi dhe ankthi. Plani po funksiononte, por pasojat ishin ende të paparashikueshme. Kthesa e dytë e madhe erdhi një orë më vonë, kur një makinë zyrtare mbërriti në pronë. Agent të Spakut kishin ardhur për të sekuestruar dokumente dhe për të marrë në pyetje njerëz lidhur me pretendimet e korrupsionit. Hetimi që Arbëri kishte nisur me reportazhin e tij po zyrtarizoi tani nga autoritetet kompetente. Dritani, duke kuptuar se situata e tij po përkeqësohej me shpejtësi, provoi një manovër të fundit të dëshpëruar. Mblodhi disa punonjës besnik dhe u përpoq t'i binte të dëshmonin se dokumentet ishin falsifikuar, duke ofruar shpërblim financiar të konsiderueshëm për dëshmitë e tyre. Ishte në këtë moment që Valbona mori vendimin të shfaqej. Duke u ballafaquar me Dritanin para agjentëve dhe punonjësve të mbledhur, ajo deklaroi me qetësi: "Zoti Dritan, un kam kopje të gjitha dokumenteve origjinale që ju po pretendoni se janë falsifikuar. Jam e përgatitur t'ua jap ato autoriteteve si provë të autenticitetit." Tronditja në fytyrën e Dritanit ishte absolute. Për vite me radhë, ai e kishte injoruar Valbonën aq plotësisht sa kur nuk e kishte konsideruar se ajo mund të përfaqësonte një kërcënim. Zbulimi se sekretarja e tij kishte qenë instrumentale në rënien e tij ishte një goditje shkatëruese për egon e tij dhe për kuptimin e tij mbi pushtetin shoqëror. "Ti", belbëzoi Dritani. "Ti e bëre këtë?" "Unë ndihmova të bëhej ajo që ishte e drejtë", u përgjigj Valbona me një dinjitet të qetë. "Dhe nuk isha e vetmja." Atëherë Era bëri një hap përpara, e ndjekur nga lulja. "Ne të gjitha e bëm", tha Era, zëri i saj i mbushur me një forcë që surprizoi madje edhe nënën e saj. "Dhe e bëm sepse dikush duhej të kujdesej për njerëzit që ju po planifikonit t'i dëmtonin." Prania e 3 grave, sekretares me përvojë, shërbëtores së pakënaqur por guximtare dhe vajzës së re të vendosur, krijoi një imazh të fuqishëm që nuk u shpëtoi gazetarëve të pranishëm. Ato përfaqësonin saktësisht llojin e personit që do të përfitonte nga ekspozimi i korrupsionit të Dritanit. Momenti më dramatik mbërriti kur besniku më në fund u shfaq, duke dalë nga shtëpia e lules ku ishte fshehur gjatë më shumë se një jave. Shfaqja e tij shkaktoi konfuzion fillestar, pasi familja e tij dhe shtypi besonin se ai ishte në një udhëtim biznesi. "Dritan", tha besniku, duke u ballafaquar me vëllain e tij para të gjithëve, "ti provove të më asgjësoje sepse unë zbulova planet e tua. Këto 3 gra më shpëtuan jetën dhe më dhanë guximin t'i ekspozoj veprimet e tua. Ato janë heroinat e vërteta të kësaj historie." Zbulimi se besniku kishte qenë viktime një tentative konspiracioni nga vetë vëllai i tij kompletoi kuadrin e korrupsionit që ishte ekspozuar. Dritani, i ballafaquar me prova të pakundërshtueshme dhe dëshmitar të shumtë, më në fund kuptoi se situata e tij ishte e dëshpëruar. Agim Kastrati, duke ndjekur situatën e plot, mori vendimin përfundimtar. "Dritan", tha ai me një zë të rënduar nga zhgënjimi, "ti je i shkarkuar nga të gjitha pozicionet në kompani, me efekt të menjëhershëm. Besniku do të marrë udhëheqjen dhe ne do të zbatojmë reforma të plota në praktikat tona të biznesit." Fitoria ishte e plot, por pasojat sapo kishin filluar të shfaqeshin.
Era, Lulja dhe Valbona kishin arritur të ekspozonin korrupsionin dhe të mbronin punonjësit e pambrojtur, por tani do të përballeshin me sfidën e lundrimit në një botë ku nuk ishin më të padukshme, ku veprimet e tyre kishin pasoja që do të shtrieshin shumë përtej pritshmërive të tyre fillestare. 6 muaj kishin kaluar nga dita që ndryshoi gjithçka në rajon. Mëngjesi i pranverës ishte i qartë dhe premtues kur Era u drejtua te qendra e re komunitare që ishte ndërtuar në terrenet e ish-selisë administrative të kompanisë Kastrati. Ndërtesa, dikur simbol i pushtetit të përqendruar në duart e pak njerëzve, tani strehonte programe arsimore, asistencë juridike falas dhe një qendër trajnimi profesional për punonjësit dhe familjet e tyre. Lulja ecte krah vajzës, por jo më si shërbëtore e heshtur dhe e dorëhequr. Ajo tani punonte si koordinatore e programit të asistencës sociale të kompanisë së reformuar, një pozicion që njihte si përvojën e saj ashtu edhe për kushtimin e saj ndaj nevojave të familjeve punëtore. Kishte diçka ndryshe në qëndrimin e saj, një dinitet që vinte nga njoja dhe respekti që më në fund po merrte. A je e sigurt për vendimin tënd? Pyeti Lulja për të 10ën herë atë javë. Era buzëqeshi, një përzierje nervozizmi dhe vendosmërie po ndriçonte fytyrën e saj të re. Jam e sigurt, nën. Është koha të ndjek ëndrat e mia. Vendimi i Erës për të pranuar bursën e plotë të studimeve për të studiuar drejtësi në Tiranë kishte qenë i vështirë, jo vetëm sepse do të thoshte të lindte familjen dhe komunitetin e saj, por sepse përfaqësonte një transformim të plotë në jetën dhe identitetin e saj. Ajo kishte kaluar nga një shërbëtore e padukshme në një aktiviste të njohur dhe tani po përgatitej të bëhej avokate e specializuar në të drejtat e punës. Besniku po i priste të hyrja e qendrës komunitare, i shoqëruar nga Valbona, e cila tani mbante postin e drejtoreshës administrative të kompanisë së reformuar. Transformimi te Besniku kishte qenë një lloj i jashtëzakonshëm. Burri që ishte gjetur pa ndjenja në një pemë tani udhëhiqte një kompani që shërbente si model i përgjegjësisë sociale në të gjithë vendin. Era, tha Besniku, duke i zgjatur një dosje me dokumente, këto janë letrat e rekomandimit që kërkove. Njëra është e imja, njëra është e Arbër Kamberit dhe njëra është e prokurorit që udhëhoqi hetimin mbi dritanin. Përmendja e dritanit solli një hije momentale te takimi. Vëllai i vogël i Besnikut ishte akuzuar zyrtarisht për korrupsion dhe mashtrim biznesi, por gjyqi i tij ende vazhdonte. Ai ishte arratisur jashtë shtetit menjëherë pas ekspozimit të skandalit dhe mbetej në kërkim, i mbrojtur nga avokatë të shtrenjtë dhe juridiksione të komplikuara. Asnjë lajm për vendodhjen e tij? Pyeti Era. Besniku tundi kokën. Avokatët thonë se mund të duhen vite për ta sjellë atë mbrapsht për t'u përballur me pasojat. Por e rëndësishmja është se ai nuk mund të dëmtojë më askënd këtu, dhe kompania po lulëzon në udhëheqjen e re. Ishte e vërtetë. Në drejtimin e Besnikut dhe me përvojën e Valbonës, kompania Kastrati ishte bërë një shembull se si bizneset mund të prosperonin ndërsa i trajtonin punonjësit me dinjitet dhe kontribuonin pozitivisht në komunitetet e tyre. Rrogat ishin rritur, përfitimet ishin zgjeruar dhe programet arsimore ishin zbatuar. Më e rëndësishmja, një kulturë transparence dhe komunikimi të hapur kishte zëvendësuar hierarkinë e ngurtë dhe frikën që dikur karakterizonin mjedisin e punës. Ceremonia e asaj dite ishte e veçantë për shumë arsye. Përveç festimit të 6 mujorit të transformimit të kompanisë, shënonte gjithashtu inaugurimin e Institutit Lulja, një qendër e asistencës juridike dhe psikologjike për gratë punëtore që përballeshin me situata të padrejtësisë në punë. Emri i institutit ishte zgjedhur për të nderuar Lulen, duke njohur kontributin e saj thelbësor në ekspozimin e korrupsionit. Lulja kishte mbetur thellësisht e prekur kur mori vesh se instituti do të mbante emrin e saj. Gjatë dekadave, ajo ishte trajtuar sikur të ishte e padukshme, përvojat dhe vuajtjet e saj ishin injoruar nga ata në pozicione pushteti. Tani, historia e saj e qëndresës dhe guximit të fundit shërbente si frymëzim për gratë e tjera që përballeshin me situata të ngjashme. Arbër Kamberi kishte udhëtuar nga Tirana posaçërisht për ceremoninë. Reportazhi i tij mbi skandalin Kastrati kishte fituar çmime kombëtare të gazetarisë investigative dhe kishte qenë instrumental në ekspozimin e disa rrjeteve të tjera të korrupsionit në të gjithë vendin. Partneriteti i tij me 3 gratë ishte bërë një rast studimi se si zërat e marginalizuar mund të amplifikoheshin përmes medias përgjegjëse. Era, tha Arbëri gjatë ceremonisë, guximi yt për të kontaktuar fillimisht me mua mbi padrejtësitë që dëshmoje ishte ajo që bëri të mundur të gjithë këtë transformim. Ti vërtetove se një person i gatshëm për të folur mund të ndryshojë sisteme të tëra.
Vlerësimi solli lot në sytë e erës, por edhe një ndjenjë përgjegjësie për të ardhmen. Studimet e saj në drejtësi do të ishin vetëm fillimi i një jete të dedikuar luftës për drejtësi shoqërore. Ajo kishte zbuluar se zotëronte si pasionin ashtu edhe aftësinë për avokati dhe ishte e vendosur t'i përdorte këto aftësi për të mbrojtur njerëzit që gjendeshin në situata të ngjashme me atë që familja e saj kishte përballuar. Valbona, e cila ishte promovuar jo vetëm në pozicion por edhe në njohje, mori fjalën për të folur mbi rëndësinë e transparencës biznesore. Gjatë më shumë se 10 vitesh, tha ajo, unë u trajtova si një pajisje zyre, shihesha por nuk njihesha vërtet si person. Kjo përvojë më mësoi se udhëheqja e vërtet vjen nga shikimi dhe vlerësimi i çdo individi në një organizatë. Prezantimi i saj u ndoq nga duartrokitje entuziaste të punonisëve të pranishëm, shumë prej të cilëve kishin përjetuar transformime të ngjashme në mënyrën se si trajtoheshin brenda kompanisë. Kultura e respektit dhe njohjes që ishte zbatuar nuk ishte vetëm një politikë biznesi, por një ndryshim thelbësor në mënyrën se si ushtrohej pushteti dhe autoriteti. Momenti më emocionues i ceremonisë mbërriti kur Agim Kastrati, tani zyrtarisht i dal në pension por ende i përfshirë si këshilltar i kompanisë, bëri një deklaratë publike që i surprizoi të gjithë. Gjatë 40 viteve, tha ai me një zë të qartë dhe të fortë, ndërtova këtë kompani duke besuar se po bëja më të mirën për familjen dhe komunitetin tonë. Por u desh që 3 gra guximtare të më tregonin se suksesi i biznesit pa përgjegjësi sociale është bosh dhe shkatërues. Jam krenar që djali im Besniku po udhëheq një brez të ri sipërmarrësisht që kuptojnë se prosperiteti i vërtet duhet të ndahet. Deklarata përfaqësonte një pranim publik se udhëheqja e mëparshme e kompanisë kishte dështuar në përgjegjësitë e saj sociale. Më domethënëse njihte rolin thelbësor që Lulja, Era dhe Valbona kishin luajtur në detyrimin e këtij ndryshimi. Pas ceremonisë, 4 protagonistët e transformimit, Era, Lulja, Valbona dhe Besniku, ecën së bashku në përpron derisa mbërritën te e njëjta pemë ku gjithçka kishte filluar 6 muaj më parë. Pema dukej më e gjelbër dhe më e fortë, degët e saj ofronin hije bujare në një ditë me diell që kontrastonte në mënyrë dramatike me mbasditën e stuhishme kur Besniku ishte gjetur pa ndjenja. Është e çuditshme të mendosh se si ai moment i tmerrshëm çoi në aq shumë ndryshime pozitive, reflektoi Besniku. Nuk ishte i tmerrshëm, korrigjoi Era butësisht. Ishte momenti kur duhej të zgjidhnim midis të bërit të asaj që ishte e lehtë dhe të bërit të asaj që ishte e drejtë. Dhe zgjodhëm të drejtën. Lulja e shikoi vajzën e saj me një krenari të madhe. Vajza 17 vjeçare që kishte këmbëngulur për të ndihmuar një të huaj të lënduar ishte bërë një grua 18 vjeçare gati për të nisur një karrierë të dedikuar drejtësisë. Transformimi nuk kishte qenë vetëm personal, por ishte shtrirë në të gjithë familjen dhe komunitetin. Nën, tha Era, ti e di se kjo nuk është vërtet një lam të mirë, apo jo? Do të kthehem çdo fundjavë dhe sapo të diplomohem, do të hap zyrën time këtu për të vazhduar punën që nisëm. Lulja pohoi me kokë, duke e ditur se vajza e saj e kishte seriozisht. Lidhja e Erës me komunitetin e saj dhe me kauzën e drejtësisë shoqërore ishte e sinqertë dhe e qëndrueshme. Studimet e saj në kryeqytet do të shërbenin për ta pajisur atë me mjetet ligjore të nevojshme për të qenë akoma më efektive në avokatinë e saj për të drejtat e punëtorëve. Valbona, duke vëzhguar ndërveprimin midis nënës dhe vajzës, reflektoi mbi transformimin e saj. E dini, tha ajo, gjatë gjithë këtyre viteve që u ndjeva e padukshme, kur nuk e imagjinova se kjo padukshmëri mund të shndërrohej në një burim pushteti. Të qenit në margjina më lejoi të shija gjëra që njerëzit në qendër nuk arritën t'i vërenin. Besniku e kuptoi thellësisht vëzhgimin. Përvoja e tij e cenueshmërisë dhe varësisë i kishte mësuar leksione mbi empatinë dhe drejtësinë që vitet e edukimit të privilegjuar nuk arritën t'i siguronin. Ju të trija më mësuat se pushteti i vërtet vjen nga ngritja e të tjerëve, jo nga dominimi i tyre, tha ai. Ndërsa dielli fillonte të perëndonte duke lyer qiellin me nuanca të arta dhe rozë, të katërt reflektuan mbi rrugëtimin e jashtëzakonshëm që kishin ndarë. Secili prej tyre ishte transformuar nga përvoja, por mbase akoma më e rëndësishme, ata kishin vërtetuar se ndryshimi shoqëror domethënës ishte i mundur kur njerëz guximtar vendosnin të vepronin sipas parimeve të tyre. Historia që kishte filluar me një punëtore të re shtëpie që refuzonte të braktiste një burr të lënduar kishte evoluar në një rast studimi se si individët e vendosur mund të sfidonin sistemet e padrejta dhe të krijonin ndryshime të qëndrueshme.
Ishte një provë se guximi moral, kur kombinohej me veprim strategjik, mund të tejkalonte avantazhet e dukshme të klasës shoqërore dhe pushtetit ekonomik. Kur më në fund u ndan atë mbasdite, secili e dinte se jetët e tyre ishin lidhur në mënyrë të pakthyeshme përmes përvojës së tyre të përbashkët. Ata kishin zbuluar se të bësh atë që është e drejtë nuk është gjithmonë e lehtë, por gjithmonë ia vlen, veçanërisht kur përballohet bashkë me njerëz që ndajnë të njëjtat vlera thelbësore të drejtësisë dhe dëmshurisë njerëzore. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Erës, Lules, Valbonës dhe Besnikut të ketë prekur zemrat tuaja dhe të ketë frymëzuar reflektime mbi guximin, drejtësinë dhe fuqinë transformuese të dëmshurisë. Ky rrugëtim na kujton se secili prej nesh zotëron aftësinë për të bërë ndryshimin kur zgjedhim të veprojmë me parime morale solide. Nëse kjo histori pati jehon të ju, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe të lini pëlqimin tuaj në video. Ndani në komente përvojat tuaja mbi momentet kur ju desh të zgjidhnit midis asaj që ishte e lehtë dhe asaj që ishte e drejtë. Do të sjellim çdo ditë rrëfime që eksplorojnë kompleksitetin dhe bukurinë e përvojës njerëzore. Mos i humbisni përmbajtjet tona të ardhshme, ku do të vazhdojmë të eksplorojmë histori që festojnë guximin, drejtësinë dhe aftësinë njerëzore për transformim.